Mjeku çudit botën. Personat që hanë arra në mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Kur mendoni për ushqimet që janë të mira për shëndetin tuaj, arrat ndoshta nuk janë gjëja e parë që ju vjen ndërmend, por ndoshta duhet të jenë. Këto fruta të vogla të mbuluara me lëvozh janë një mrekulli ushqyese e natyrës, të mbushura me përfitime në çdo aspekt të mirëqenies suaj. Sekreti për një zemër të fuqishme. A i dini se arrat mund të jenë miket më të mira të zemrës suaj? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ato janë të mbushura me acide yndyrore omega-3, të cilat ndihmojnë uljen e kolesterolit të keq dhe mbrojtjen e enëve të gjakut nga dëmtimi, si tonë Healthline. Konsumi i disa arrave çdo ditë mund të ndihmojë në uljen e riskut të sulmeve në zemër dhe sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Arrat janë gjithashtu një ushqim shumë i mirë për shëndetin e trurit. Arrat janë një ushqim ideal për trurin, me përmbajtjen e tyre të lartë të omegës 3 dhe antioksidantëve. Ato ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës dhe funksioneve mendore. Disa studime madje sugjerojnë se konsumi i rregullt i arrave mund të ulë riskun e zhvillimit të sëmundjeve të Alzheimerit. Prandaj, ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e arrave në dietën tuaj në mënyrë të rregullt. Ato janë të mira për kontrollin e peshës trupore. Përkundër faktit se arrat janë të pasura me kalori, ato mund të jenë alate të shkëlqyera në menaxhimin e peshës. Proteina dhe fibrat që ato përmbajnë ju mbështesin të ndjeni të ngopur për më gjatë, duke ju ndihmuar të shmangni ushqime të tepërta dhe të mbani në kontroll edhe nivelet e oreksit. Do të keni gjithashtu edhe një bukuri dhe shkëlqim nga brenda. Arrat nuk janë vetëm të mira për shëndetin e brendshëm, por edhe për pamjen tuaj të jashtme. Të pasura me vitaminën E dhe me antioksidant, ato ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira, që kontribojnë gjithashtu edhe në një lëkurë të butë dhe të ndritshme. Arrat janë të mira për cilësinë e lartë të gjumit. A keni vështirësi për të fjetur? Arrat mund të jenë çelësi kundër këtij shqetësimi. Ato përmbajnë melatonin, një hormon natyral që ndihmon në rregullimin e ciklit të gjumit. Një grusht me arra përpara se të shkoni në shtrat mund të bëjë mrekullim për cilësinë tuaj të gjumit. Nëse kërkoni një ushqim që përmirëson shëndetin tuaj, të forcojë mendjen dhe të rrisë bukurinë tuaj natyrale, mos kërkoni më larg se arrat. Këto janë perla të natyrës që janë super ushqim që meriton të jenë pjesë e përditshmërive tuaja, duke renditur kështu edhe përfitimet e larta ushqyese në dobi të organizmit. Arrat kanë dy fishin antioksidantëve, krahasuar kështu edhe me të gjitha arrorët e tjerë, ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e tyre si një mënyrë shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Sipas ekspertëve, arrorët janë gjithashtu të pasur me acide yndyrore omega-3, vitamina dhe proteina cilësore, të cilat do të luajnë një rol produktiv edhe për rritjen e vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përfitimet të tilla të arrave do të jenë një mundësi e çmuar për organizmin tuaj. Megjithatë, ekspertët citojnë se jo të gjithë njerëzit konsumojnë edhe arrorët në mënyrën e duhur. Shumë prej tyre nuk konsumojnë në sasinë e duhur të arrave në mënyrë që të kenë një organizëm të shëndetshëm dhe të fortë gjatë gjithë kohës. Një studim të cilit i referohemi sipas Healthline doli në përfundimin se njerëzit duhet të hanë të paktën 5 deri në 8 kokra arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumi i rregullt i arrave në menun tuaj ushqyese mund të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Gjithashtu arrat janë të mira për shëndetin mendor edhe fal antioksidantëve që bartin. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor të trurit. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit treguan se arrat ishin më të pasura se kikirikët, bajamet ose arrorët e tjerë, dhe i cilësuan ato si një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden me shumicë të arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë edhe nivele të larta të yndyrës, por këto yndyrna janë në pole të pangopura dhe ekspertët tregojnë se ato janë të mira në mbrojtjen e enëve të gjakut.
Gjithmonë nëse i konsumoni në sasinë e duhur, arra do të luajë një përfitim maksimal për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Sipas tyre, duke ngrënë 5 deri në 8 kokra arra para buke, njeriu do të ndihet më i ngopur dhe kështu do ta ketë më të lehtë menaxhimin e peshës së tij trupore, e cila do të jetë gjithashtu edhe më e lehtë në shmangjen e rritjes së yndyrnave të trupit. Duke konsumuar 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë, ju do të keni përfitime më të mira edhe në periudhën kur keni edhe më shumë ngarkesë. Arrat janë shumë të pasura me nivele të mira të kaliumit, kalciumit dhe përfitime të mineraleve të nevojshme. Ato përmbajnë gjithashtu magnez, fosfor, hekur, vitaminën C, vitaminën B, të cilat japin organizmit elementet e lartë ushqyes. Arrat janë shumë të shëndetshme për organizmin, por nëse teproni me to do të përballeni me dhimbje koke, fryrje stomaku dhe probleme të diarres. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë dhe jo më shumë për të evituar kështu komplikacione në dëm të shëndetit. Ekspertët tregojnë se konsumi i arrave të freskëta, sidomos edhe gjatë periudhës së tyre, do të ofrojë një nxitje më të mirë të metabolizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Arrat janë ndër frutat më të shëndetshëm për trupin e njeriut. Mjekët rregullisht këshillojnë konsumin e tyre si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve. Ja arsyet sipas Elthenaj, pse duhet të përfshini sa më shpesh arrat në dietën tuaj të rregullt. Arrat janë një ushqim shumë i mirë për shëndetin e trurit. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden me shumicë të arrat zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën, gjithashtu edhe procese të tjera dhe luftojnë edhe problemet e depresionit, duke i kthyer arrat në një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Arrat përmbajnë proteina, vitamina dhe yndyrna omega-3, lektin dhe yndyrna të shëndetshme shumë të rëndësishme për rritjen e vlerave të trupit. Ato janë të pasura gjithashtu me vitamina dhe minerale. Arrat përmbajnë një sasi mjaft të mirë të vitaminës B6, shumë folat dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, magnezit, fosforit, gjithashtu edhe niveleve të duhura të hekurit. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj në mënyrë të rregullt mund të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit tuaj. Omega-3 dhe omega-6 janë dy acidet yndyrore që nevojiten trupit në rritjen e qelizave, për imunitetin, gjakun dhe parandalimin e komplikacioneve. Arrat janë të mira kundër kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me riskun me niveleve të larta të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega-3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Ato janë një ushqim shumë i mirë për shëndetin e flokut. Vaji i arrave përmban biotin ose vitaminën B7, kalium, omega-3, 6 dhe 9. Këto element do të forcojnë kështu shëndetin e flokut, do të evitojnë rënien e tij dhe do të jenë një mundësi e shkëlqyer në rritjen e përfitimeve të shëndetit tuaj. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e arrave të freskëta si një zgjidhje lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Arrat janë një produkt fantastik edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyral, ndihmon në luftën kundër radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar rrullat në fytyrë. Vaji i arrave ushqen lëkurën, zbardh rrafet e zi poshtë syve dhe relakson lëkurën, duke mbajtur larg komplikacionet e saj. Arrat përmbajnë kompleksin e vitaminave B si folat, riboflavin, tiamin e të tjera. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe për fetusin. Ato gjithashtu lehtësojnë shenjat e shtatzanisë dhe zhvillojnë trurin e bebes. Studimet tregojnë se një grusht me arra në ditë redukton me 30% riskun e luhatjeve të sheqerit të gratë. Arrat përmbajnë proteina dhe fibra që ndihmojnë për një dietë të shëndetshme. Arrat gjithashtu i bëjnë mirë kockave falë përmbajtjes së acideve yndyrore omega-3. Ndaj konsumit ditor i 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë mund të jetë një mundësi e shkëlqyer në rritjen e përfitimeve të organizmit tuaj, citon Elthenaj. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.